ylli nuk është thjesht vetëm një zbukurim, vërtet është një dekor shumë i bukur, por mbajt një kuptim shumë më të madh se sa aq. Në gjitha kultura në fakt e përdorin këtë kontrastin e fortë mes errësirës dhe dritës. Në përgjithësi errësira nuk është gjë e mirë. Edhe vetëm një mënyrë për të jetuar në dritë, vetëm duke dalluar atë që ka ndodhur me Jezusin dhe duke besuar të vërtetës që ka ndodhur me Jezusin. Përshëndetje, mirë se erdhët në Albania Digital Connection, podcasti ku ndalojmë, reflektojmë dhe kërkojmë ta shohim realitetin përmes lentes së vërtetës. Unë jam Vasi dhe bashkë me Afrimin ftojmë të bashkojmë një hapësirë të qetë, sinqertë dhe reale, ku do flasim e diskutojmë për tema që na prekin, na sfidojnë dhe na formsojnë ne si persona, na formsojnë karakterin, patjetër na formsojnë edhe bindjet për besimin. Një nga elementet ose simbolet më të bukura të Krishtlindjes është ylli, që në Bibël ose në rrethana në biseda me miq ne mund ta e quajmë shpeshherë si ylli i Betlehemit. Nuk e di Afrin për juve kur fëmijët tuaj kanë qenë pak më të vegjël, se unë tani kam një mbes të vogël edhe kur rregullojmë pemën me shumë qef ylli. Edhe ylli duket sikur është një nga dekoret kryesore të pemës së Krishtlindjes, që në Shqipëri është shumë e pranishme kudo. Ylli nuk është thjesht vetëm një zbukurim, vërtet është një dekor shumë i bukur, por mbajt një kuptim shumë më të madh se sa aq. Çfarë na mëson ne si njerëz sot kjo simbolika e yllit për udhëheqjen hyjnore? Në historinë biblike është përmendur një yll në fakt që ishte, ne nuk e dim me shumë detaje, sepse nuk e dim edhe njëherë nga historia se çfarë ka qenë, mund të ketë qenë një yll lart në qiell ose mund të ketë qenë një objekt që ka ndriçuar më shumë se sa zakonisht, por u përdor për t'i drejtuar një grup njerëzish që kishin ardhur nga lindja, na thuhet, nuk e dim nga kanë ardhur tamam, u përdor për t'i drejtuar ata që të shkojnë për të gjetur Mesian, mbretin e Izraelit, sipas kuptimit të tyre. Nga shpjegimi biblik nuk kemi shumë detaje, po ky është një grup njerëzish që kanë njohuri për profecinë për ardhjen e Mesias dhe në një mënyrë të mahnitshme janë drejtuar për ta gjetur vendin përmes një ylli në qiell. Kështu që komunikon ndërhyrjen e Perëndis për të bërë të mundur gjëra që në fakt nuk janë të zakonshme. Ne kur shkojmë diku sot nuk para shohim yll në qiell për të na drejtuar rrugën, edhe ajo është bërë simbolik e festimit të Krishtlindjes, siç e the vetë shfaqet gjithandej komunikon gatishmërinë e Perëndis edhe njerëz si simbolik për të na drejtuar tek vendi i dur, për të na çuar tek Mesia, aty ku është lindur Mesia. Një element tjetër i Krishtlindjes që bie shumë në sy në fakt edhe i jep gjithë kuptim atmosferës së festave, atmosferës së dhjetorit janë dritat. Dritat janë kudo, ngjyra në ngjyra, në çdo ambient, në çdo shtëpi, në çdo balkon. Nuk në fakt dhjetori është ndryshe për shkak të dritave, dhe dritat janë ato që e bëjnë realitetin e festave, atmosferën e festave të duken shumë ndryshe. Por në Bibël, drita ka një kuptim shumë të thellë dhe shumë të veçantë. Në Ungjit apo edhe në pasazhe të tjera të Biblës ne e vëmë re që Perëndia ka theksuar shumë simbolin apo kuptimin e dritës. Edhe Afrim dua që të ndalojmë pak këtu e të na shpjegosh pak më shumë rreth kësaj simbolike dhe domethënies së dritës. Edhe ne në kulturën tonë, edhe në gjitha kulturat në fakt, e përdorim këtë kontrastin e fortë mes errësirës dhe dritës. Në përgjithësi errësira nuk është gjë e mirë. Ka frikë, ka merazhe, nuk dallon gjërat, nuk jetohet përpara kur s'kishim dritë elektrike. Edhe kur s'ke mundësi të ndriçohesh, njerëzit mbaronte jeta. Jeta ishte të bësh punët, të takosh njerëzit. Kur s'kishe mundësi të ndriçohej, mbaron, të shkosh të flesh gjumë, nuk kishte mbaruar dhe jeta orientohej mes se si dukej në realitet errësira dhe drita. Dhe është e njëjta ide, besoj. Arsyeja sepse Krishtlindja, siç e përmendëm, është muaji i bukur dhe i këndshëm, më i bukur i vitit. Nga konteksti ynë është për shkak të dritave, sepse ambienti zbukurohet shumë kur vendos dritat. Qyteti Sioni që nuk ka shumë dritë zakonisht. Patjetër, po, domethënë dukshëm, shkon në
qendër të Tiranës ose në lokale që janë zbukuruar dhe shumë e këndshëm të futesh brenda ose të rrish aty se sa kur është errësirë dhe në është pjesa tjetër e vitit. Edhe e njëjta gjë edhe nga ana e simbolikës biblike. Drita dhe errësira janë përdorur shpesh si kontrast për të na shpjeguar atë që ka ndodhur me Jezusin. Dhe siç e përmendëm pak edhe për paqen, nëse nuk jemi në paqe me Perëndin, jemi duke jetuar në errësirë, thot Bibla, edhe vetmja mënyrë për të jetuar në dritë, në kuptimin që shpirti ynë është i ndriçuar, është i zbukuruar, është i dukshëm, nuk jeton në errësirë, nuk vuan, është vetëm duke dalluar atë që ka ndodhur me Jezusin dhe duke besuar të vërtetës që ka ndodhur me Jezusin. Në një mënyrë tjetër për ta thënë është ti ke dritë në jetën tënde dhe në shpirtin tënde, në jetën tënde nëse njeh Zotin, përndryshe je duke jetuar në errësirë. Ky është konteksti biblik. I shpjegimit edhe më mbrapa në ca pasazhe të tjera. Në historinë e lindjes së Jezusit kemi yllin që ndriçon, kemi vegimin e ëngjëllëve që ndriçon barind, kemi gjejnë aty dhe është me siguri ka pasur, nuk e di në fakt nëse është përmendur në tekstin biblik, po duhet të ketë pasur zjarr për t'i mbajtur ngrohtë. Edhe ajo që komunikon është një njëjti mesazh që komunikon simbolika e errësirës dhe dritës. Ne nuk mund të kemi dritë në zemrën tonë, në jetën tonë, nëse nuk e njohim të vërtetën me Perëndin. Pra në një farë mënyrë, drita është edhe si simbol i shpresës. Përveç se na ndihmon, drita është në kontrast me errësirën, por pak a shumë është edhe si shpresë për ne. Sidomos në një realitet që ne jetojmë tani, që duket më shumë në fakt i pa shpresë, kështu që kemi nevojë për shpresën që sjell Krishtlindja vetvete. Patjetër. Një simbolik tjetër e Krishtlindjes janë edhe dhuratat, kaq shumë të dëshiruara nga të gjithë, po sidomos nga fëmijët. Edhe dhuratat njësoj si dritat, si ylli, si këto elementet e tjerë që neve në fakt i përdorim vetëm në kontekst zbukurimi. Patjetër që njerëzit duke sikur e shijojnë shumë këtë shkëmbimin, marrjen dhe dhënien e dhuratave. Edhe dhuratat janë nga simbolika që janë të përmendura në Bibël. Edhe kur ne aty kemi dhuratat që ishin në Bibël përmende vetëm ari, temjani, mira. Këto ishin dhuratat që ne shohim aty. Tani dua që të ndalojmë pak afrim mbi kuptimin e këtyre dhuratave dhe çfarë mesazhi mbatin në vetvete këto dhurata që në fakt ishin specifike, se i kemi specifike me emër. Në tekstin biblik është përmendur ai që folën për dietarët që vijnë nga një zonë e lindjes, nuk e dim nëse kanë qenë nga Persia, nga Babilonia, nga Arabia. Dukshëm kanë qenë njerëz të cilët kanë pasur një lloj njohurie për Jezusin, edhe është interesant në fakt ta vësh re sepse janë njerëz që nuk e kanë traditën fetare të hebrejve. Megjithatë kanë informacion mjaftueshëm për të, edhe kjo duket nga dy aspekte. Aspekti i parë është që së pari kanë lënë vendin e tyre për ta gjetur një fëmijë, që nuk është e zakonshme. Komunikon që ishte shumë i rëndësishëm për ta. Aspekti tjetër në histori është i lidhur kjo me dhuratat që kanë dhënë, sepse në fakt nga aspekti i dhuratave prandaj në herë thuhet janë 3 dietar. Ne nuk shumica e studiuesve mendojnë që kanë qenë shumë më tepër se sa 3, sepse në atë kohë njerëzit, sidomos të atij rangu, ndoshta të pasur, nuk udhtonin në grupe të vogla 2-3 veta. Kështu që mund të kenë qenë shumë, po arsyeja pse njerëzit thonë 3 është sepse kanë 3 dhurata, dhe dhurata që ofruan ishte ari, siç e përmendet, temjani dhe mira. Tani studiuesit thonë që të treja këto dhuratat janë simbolik e asaj që kuptonin ata për Jezusin. Ari shoqërohet me aspektin e mbretërisë, kështu që i kanë dhënë ar sepse e konsideronin mbret. Në fakt thotë në histori kemi ardhur të kërkojmë mbretin e judejve. Kështu i kanë sjell ar sepse kjo ishte dhurata që i jepej një rangu të një mbreti. Kanë sjell temjan sepse kjo lidhej me aspektin e adhurimit të hyjnisë të Perëndisë, përdorin në këto simbolikat e adhurimit, kështu që nën kuptimi sipas studiuesve është që ata e dinë që ky është në një rang hyjnie, ndoshta nuk e kanë kuptimin asaj që kemi ne për Jezusin sot, si biri i Perëndisë, si hyjnia e ardhur në trup njeriu, por e kuptojnë që ai nuk është një mbret i zakonshëm, edhe duhet të ketë natyrë hyjnore. Aq më tepër që ata i ka drejtuar Zoti duke gjetur vendin përmes një mrekullie, kështu që e kishin. Ajo që është interesante në kontekstin e dhuratës është mira, thon studiuesit, përdori për në rastet e vdekjeve, në rastet e sakrificës. Ne nuk di më shumë për historinë, por ka shumë mundësi që është një lloj parathënie për sakrificën që do bëj ky mbreti në të ardhmen. Kështu që me siguri kanë pasur një kuptim
ndoshta ja shumë të qartë, por kam pasur një kuptim që ky mbreti, kjo hynia, ky fëmijë që është hyni, do të vdes ose do të sakrifikohet ose do të vuaj dhe si rezultat donin ta nderonin edhe për këtë. Në fakt, dhuratat e dietarëve ndoshta më të shtrenjta ose më luksoze që ne shohim në histori. Mënyra se si Jezusi erdhi ishte shumë e thjeshtë, jo e zakonshme, pra lindi në një stall, e mbështon e vu në një grasht, barinjt ishin ata që morën lajmin, edhe vrapuan drejt Jezusit, por dietarët që patjetër përfaqëson një shtresë tjetër të shoqërisë, por edhe mënyra se si shkuan përmes udhëheqjes së yllit, por edhe dhurata, domethënë kuptimi i dhuratave është shumë i thjeshtë se sa një dhuratë normale, siç edhe ti e the, kështu që desha ta theksoj vasi edhe një dy gjëra të rëndësishme. Një është ka ndonjëherë njerëz në kulturën tonë që thonë Jezusi ka ardhur vetëm për hebrejnë dhe ne s'kemi punë me të. Por në fakt që në fillimin e historisë së tij, në ardhin në tokë, kemi një grup njerëzish shumë të urtë edhe me shumë njohuri që nuk janë hebrejnë dhe kanë zgjedhur ta adhurojnë Jezusin. Po vinin nga kombet. Por që kjo është që në fillim të historisë kemi një derë të hapur për kombet e tjera për ta adhuruar Jezusin. Jezusi nuk është mbreti i judejve. Jezusi është mbreti i gjithë botës. Jezusi është hynia vetë që ka ardhur në botë, në tokë, për të na pashtuar me Perëndin. Dhe aspekti tjetër që ka lidhje me dhuratat, se dëgjoj shpesh njerëz që kanë qejf ta vënë në kontrast të dhuratën që i bëjmë njëri tjetrit me këtë dhuratën që bën mbretit. Gjithmonë është shprehje e zemrës së dikujt për dikë tjetër. Nuk vjen thjesht nga, tani ne e di që ndonjëherë i bëjmë kështu si simbolike dhe s'ka asnjë gjë brava, po në themel dhurata është të japësh diçka nga vetja për dikë tjetër. Dhe kjo e pasqyron zemrën e Krishtlindjes. Nuk ka asnjë problem të japim dhurata. Mjafton që të kujtohemi edhe për të vërtetën e Jezusit si dhuratë, por s'ka asnjë problem, është një mënyrë për ta shijuar edhe për të dhënë nga vetja për dikë tjetër, ashtu siç ka dhënë Jezusi për ne. Mua më pëlqen shumë kjo simbolika e dietarëve, dhuratave, ka një kuptim shumë të thellë, shumë domethënës në fakt për Krishtlindjen. Edhe simbolika e fundit, tek e cila do ndalemi sot, juve nëse keni dëshirë mund të lexoni Ungjillin e Lukës, Mateut edhe Ungjillit e tjerë, por Luka specifikisht flet më shumë për lindjen e Jezusit edhe shpjegon më me detaje. Dhe mund të zbuloni edhe simbolikat e tjera që kanë dhe ato kuptimin e vetë edhe që do ju ndihmojnë ta kuptoni më mirë historinë e Krishtlindjes, por neve zgjodhëm që të ndalojmë të disa simbolika që për ne kemi menduar që janë më të rëndësishme, më kryesore dhe që duan shpjeguar. Simbolika e fundit që ne kemi zgjedhur të ndalojmë sot është vetë emri i Jezusit. Pra në vjatën e vjetër, në profecitë e vjatës vjetër, afrim ne kemi parë që përmendet Mesia. Pastaj në vjatën e re shohim që përmendet Jezusi, por në fakt kur vjen puna për kohën e Krishtlindjes, ne kemi shumë këngë që janë këngë Krishtlindje edhe që ato përmendin një emër tjetër që është Emanuel. Edhe duke sikur emri Emanuel është emri që përdoret zakonisht për kohën e Krishtlindjes. Kush është qëllimi i misionit të Jezusit i fshehur tek emri i tij? Se emri i tij ka një kuptim edhe ka një simbolik shumë të veçantë. Kështu që do doja që të ndaloni ta shpjegonin pak. Jam e sigurt që edhe në Shqipëri, kudo që shkon në fakt, jo vetëm në ambiente ku ka komunitete të krishterë që festojnë Krishtlindjen, por edhe në lokale të thjeshta dëgjon në sfond këngë të huaj në anglisht zakonisht, këngë Krishtlindjes, por që dëgjon Emanuel. Emri në historinë e lindjes së Jezusit, angjëlli ju shfaq Marisë edhe Jozefit në një situatë tjetër, por të dyve ju shfaq një angjëll edhe ju tregoi se si do të lindë fëmia, do të lindte nga Maria, pavarësisht se Maria nuk ishte martuar me Jozefin akoma, kështu që ishte një mrekulli që edhe sot duket e vështirë për të besuar, po e dim nga historia që ashtu ka ndodhur. Gjithashtu angjëlli tha Jozefit dhe Marisë që do ta quani, do t'i vini këtë emër. Tani, një aspekt i rëndësishëm këtu është që në atë kulturë emri Jezus është shumë i zakonshëm. Familja do t'i vendoste emrin që kishte në linjën e vet familjare, zakonisht nuk përdornin një emër që e kishin të njohur, mund ta kishin quajtur Jozef për shembull, ose një emër nga linja e familjes, ose që ishte edhe i përshtatshëm për kulturën, ose i përshtatshëm për kontekstin. Kështu që nuk është në fakt emër i veçantë, por është emër që ata ndoshta nuk do ta kishin zgjedhur.
Dhe bashkë me domethënien na thuhet në tekst që emri Jezus ka lidhje me Mesian dhe na shpjegohet në tekst që në fakt ky fëmia do të quhej edhe profeci që ishin përmendur përpara, ky fëmia do quhej Emanuel. Tani Emanuel gjithashtu nuk është fjalë magjike, është një fjalë shumë e thjeshtë, që do të thotë Zoti është me ne. Dhe nga kur kthehemi dhe shikojmë historinë të plot, edhe me pjesën tjetër të historisë së Jezusit, është shumë e dukshme që Perëndia ka zgjedhur të jetë me ne. Kjo është e vërtetë për të gjitha rastet, sepse Perëndia është gjithmonë me ne, por ka zgjedhur të jetë me ne në një formë të veçantë, duke u shfaqur në trup njeriu, duke jetuar me, siç përmendëm për lindjen, duke lindur si njëri prej nesh, duke jetuar si njëri prej nesh, duke na e shfaqur të vërtetën për mbretërinë e Perëndisë, duke mësuar njerëzit në rrugë, në familje, duke ngrënë, në ambiente krejt normale, duke folur me njerëz të rangut të lartë, duke folur me njerëz të rangut të ulët, duke folur praktikisht me çdo, duke i komunikuar kujtdo të vërtetën e mbretërisë Perëndisë. Jezusi kur fliste me njerëzit thoshte mbretëria e Perëndisë ka ardhur dhe kishte fjalën jam këtu duke qenë mes jush, duke qenë mbreti juaj, duke ju shpjeguar të vërtetën e Perëndisë. Dhe pastaj ai shkon në kryq për të vdekur për mëkatet tona në mënyrë që realisht ta bëj të mundur këtë që folëm, paqe me Zotin, një marrëdhënie me Zotin. Kështu që Zoti është me ne, nuk është thjesht deklaratë e kuptimit Zoti ka vendosur të shikoj botën edhe të bëj diçka. Në fakt Zoti është realisht me ne në botën tonë duke na komunikuar të vërtetën për Perëndinë. Ky është kuptimi i emrit. Kjo është simbolika e Krishtlindjes dhe kjo është tamam ajo që shprehet në ato këngët që përmenden, po të ndjekësh tekstin, e shumë prej këtyre këngëve shprehin të njëjtën gjë. Njerëzit e hedhin poshtë sepse mendojnë që s'është e mundur. Edhe njerëzit janë skeptik ndonjëherë se mendojnë që nuk është e mundur. Por mrekullia e Krishtlindjes është që është e mundur. Perëndia ka zgjedhur ta zbulojë veten në Jezusin në mënyrë që ne të mund ta njohim. Kushdo që e njeh historinë dhe e beson, e di që është e mundur. Edhe unë shpresoj dhe besoj që për gjithë ata që do e shohin, do e ndjekin këtë podcast, të jetë ndihmë për ju. Edhe për ju që e besoni, e festoni Krishtlindjen, por edhe për juve që nuk e besoni ndoshta Krishtlindjen, nuk e festoni kaq shumë, unë shpresoj që ndërsa do ta shikoni podcastin ton, ndërsa do zbukuroni pemën, ndërsa do vendosin këto simbolet e Krishtlindjes në ambiente të kurinit, ndërsa pini kafe në një lokal ku këndohet këngë Krishtlindje me titullin Emanuel ose ku në refren e një këngë përmendet shpesh emri Emanuel, unë shpresoj që gjithë këto simbolika do ju ndihmojnë të kuptoni kush ishte Krishtlindja në të vërtetë, kush ishte thelbi i Krishtlindjes. Unë besoj që do e përjetoni Krishtlindjen ndryshe nga erët e tjera, duke i besuar Zotit edhe duke e festuar ashtu siç është në realitet. Unë ju falenderoj që i dëgjoni dhe i shikoni podcastet tona, ne do vazhdojmë të flasim edhe në javët në vazhdim për Krishtlindjen, meqense jemi në muajin e Krishtlindjes. Deri atëherë ju uroj një javë të mbar edhe mirupafshim.